Një shpirt, një shpat, një besim. Kush ishte Hamzai radiallahu anhu? Hamzai radiallahu anhu, dëxhai fisnik I pejgamberit Muhammed, paqja qoftë mbi të, qëndron si një simbol I përhershëm I guximit, besnikërisë dhe besimit pa lëkundur, I njohur si Luani I Zotit. Trimëria dhe fuqia e tij mbreslënse frikson të armiqt dhe e bëri atë një nga martirët më të nderuar në historinë islame. Përkushtimi I tij ndaj Islamit nuk u shfaq vetëm në fushën e betejës, por buronte nga dashuria e thellë për të vërtetën dhe mbështetja pa kushtezuar ndaj pejgamberit paqja qoftë mbi të. Titullin Sejdul Shuhada, udhëheqësi I dëshmorëve, pasqyron jo vetëm vdekjen e tij heroike, por dhe jetën e tij të përkushtuar ndaj drejtësisë dhe besimit. Pejgamberi paqja qoftë mbi të pati thënë për të: O Hamza, ec ngadalë sepse hapat e tu edhe vdekjen e trembin, një dëshmi e fuqishme për madhështinë e tij. Trashëgimia e Hamzait vazhdon të frymëzoj brezat e tërë duke na kujtuar fuqinë që buron nga besimi, sakrifica dhe qëndrueshmëria përballë vështirësive. Hamza radiallahu anhu nuk është thjesht një figurë historike. Ai është një simbol I guximit, besnikërisë dhe besimit patundur, I njohur si Luani I Zotit. Ai ishte një luftëtar I fuqishëm, trimëria dhe forca të cilit ishin legjendare. Reputacioni I tij si udhëheqësi I dëshmorëve nuk ishte thjesht një titull, por një dëshmi e karakterit të tij dhe sakrificave që bëri për çështjen e besimit. Pejgamberi Muhammed paqja qoftë mbi të ka thënë për të: O Hamza, ec ngadalë sepse hapat e tu edhe vdekjen e trembin. Pra, dhe së bashku ata përballen me sprovat dhe vështirësitë e një shoqërie të zhytur në ignorancë dhe armiqësi. Jeta e Hamzait është një kujtesë për forcën që buron nga besimi dhe rëndësinë e qëndrimit për të drejtë. Edhe përballë vështirësive të mëdha, ashtu si nipi I tij, Hamza nisi një udhtim personal të reflektimit dhe meditimit, duke kërkuar një lidhje më të thellë me Allah. Ky kërkim I së vërtetës nuk ndodhi brenda mureve të një shpellë, siç ishte rastin e të dërguarit Muhammed alayhis salam, por ndodhi në shkretëtirat e hapura të Arabisë. Shkretëtira me horizontet e tyre të pafundme dhe bukuritë e tyre të ashpra ofronin sfundin ideal për mendimet dhe lutjet e Hamzës radiallahu anhu. Ai shpesh kalonte netet në yje duke medituar mbi misteret e ekzistencës dhe qëllimin e jetës. Ishin pikërisht këto momente vetmie që e çuan drejt kuptimit të thellë të rolit të tij në rrëfimin madhështor të Islamit. Ndërsa ne nisemi në këtë udhtim, ju ftojmë të na mbështesni për hapjen e kësaj historie të rëndësishme. Jeta e Hamzës është një histori që meriton të tregohet për të frymëzuar dhe ngritur shpirtërisht ata që kërkojnë udhëzim në jetën e tyre. Ju inkurajojmë të pëlqeni këtë video, të lini një koment dhe të abonoheni në kanalin tonë. Mbështetja juaj do të na ndihmojë të arrijmë më shumë zemra dhe mendje, duke bërë që trashëgimia e Hamzës të dëgjohet larg e gjerë. Gjatë epokës së xahilietit, pra ignorancës, një kohë e shënuar nga ignoranca dhe rënja morale, Hamza ishte në male, duke gjuajtur. Ai ishte një gjuetar I aftë, I njohur për mjeshtrinë e tij me hark dhe shëgjet. Një ditë fatkeqe teksa po përgatitej të qëllonte një dre, ndodhi një ngjarje jashtëzakonshme. Dreu foli me të, duke nxitur të mendohej 2 herë përpara se të vepronte. O Hamza, tha ai, në vend që të më qellosh mua, do të ishte më mirë ta kthesh shëgjetën tënde ndaj atyre që duan t'i bëjnë keq nipit tënd. Ky moment nuk ishte thjesht një episod I çuditshëm. Ishte një ndërhyrje hyjnore që shënoi fillimin e transformimit shpirtëror të Hamzës radiallahu anhu. Historia e tij nuk është lehtë për të treguar. Ajo është e mbushur me çaste trimërie, sakrifica dhe besimi të thellë. Desa rrafemi jetën e tij, lutemi që të kemi aftësinë ta përcjellim thelbin e tij dhe të frymëzojmë të tjerë që të ndjekin rrugën e tij. Udhëtimi I Hamzës radiallahu anhu është një dëshmi e fuqisë së besimit dhe e forcës që lind kur qëndrojmë për bindjet tona. Jeta e tij shërben si një dritë udhëzuese për ata që përpiqen të përballojnë sfidat e udhëtimit të tyre shpirtëror. Lindja dhe jeta e hershme e Hamzës janë themelore për të kuptuar karakterin e tij. Ai lindi në Mekë në vitin 570 të erës sonë, në një kohë kur qyteti ishte një qendër tregtare dhe kulturore, por gjithashtu një vatër e idhujtarisë dhe rënjes morale. Nëna e tij Bint Wahib ishte një grua fisnike, përjardhja e tij e lidhte atë me fisin e shquar të Kurejshve. Ajo që është interesante është se Hamza dhe pejgamberi Muhammed alayhis salam, paqja qoftë mbi të, ndanin një lidhje të veçantë. Ata ishin vëllezër qumshti, as ishin ushqyer nga njëjta grua, Thuaiba, e cila ishte shërbëtore e Ebu Lehebit. Kjo marrëdhënie e afërt krijoi një miqësi të thellë që do të zgjaste gjatë gjithë jetës së tyre. Si fëmijë, Hamza dhe pejgamberi Muhammed alayhis salam luanin së bashku, duke ndarë gëzimet dhe sfidat e fëmijërisë. Lidhja e tyre u forcua më tej nga përvojat e përbashkëta dhe sprovat që përjetonin në një shoqëri që shpesh I mohonte vlerat e tyre. Jeta e hershme e Hamzës u shënuar nga një shpirt aventurier dhe një ndjenjë e thellë për drejtësi. Ai njihej për trimërinë dhe forcën e tij, cilësi që më vonë do të përcaktonin si një
mbrojtës të palëkundur të Islamit. Pika kthese në jetën e Hamzës erdhi 6 vjet pasi pejgamberi Muhammed alayhis salam mori shpalljen e parë. Atë kësaj kohe, krerët e Kureshve ishin gjithnjë me armiqësor ndaj muslimanëve, duke përdorur metoda të ndryshme për të shtypur përhapjen e fesë. Sa më shumë që ata shihnin figura të besueshme duke përqafuar Islamin, aq më të zemëruar bëheshin. Ata besonin se duke sulmuar pejgamberin dhe ndjekësit e tij, mund ta shuajnë dritën e Islamit. Por ata nënvlerësuan vendosmërinë e atyre që kishin gjetur të vërtetën. Një ditë, pranë kodrës së Safas, krerët e Kureshve po prisnin një mundësi për t'i bërë keq. Pejgamberi Muhammed alayhis salam e Ebu Xehli së bashku me disa shokë të tij e përballuan pejgamberin duke e fyer dhe duke i hedhur pluhur mbi kokën e tij të bekuar. Ata e nënshtruan atë me poshtrim dhe dhunë, duke besuar se veprimet e tyre do ta largonin nga misioni i tij hyjnor. Megjithatë, pejgamberi qëndroi patundur, duke mishëruar mëshirën dhe durimin përballë armiqësisë. Pasi sulmuesit u larguan, ai u kthye në shtëpi, pa u tronditur nga mizeria e tyre. Në atë çast një shërbetor i Abdullah bin Xhudanit, i cili kishte qenë dëshmitar i ngjarjes, ju afrua Hamzës